kështu që po pritet nesër me u kthy prapë në shkolla, në përpuna, kështu që pa merak, mos u alarmoni, veç me pas kujdes pse jo. Alo. Këto momente jemi drejt për drejt edhe në YouTube, në glamradio.fm, në koa.net, po se ka pas probleme, ka pas një... Shumica e websajteve... S'bon pa e kallëzull është fore. Hajde. I shkruva aty në glamradio.fm që mi nëmbojnë webin, i thash shej, që s'po bën glamradio, dhe s'po bën ChatGPT-a, lejmo glami. Nëse ChatGPT-n shpesh e qesin për sistemit për përdorimit të madh. Po dhe se t'ja bojnë atë pyetjen çka ka, çka mi ka dhumën. Qysh me nol shiun pak, pse unë almësimi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Fiona. Përshëndetje, në gjatë, si jeni? Mirë, faleminderit. Qysh e kemi pejen sot? Me shi, jo, po... krejt Kosova është me shi tash. A ka ndonjë shqetësim, ndonjë të lashe apo gjithçka në rregull? Jo, deri të tash jo. Deri tash mirë, vjen mirë. Në gjatë, falenderimet që nuk i themi shpesh. A ki ndonjë falenderim që do të doje me ndoa sot? Po një falenderim që nuk e them shpesh është i falenderoj në televizionin Buçuk ku shkoi një ose një dy javë. Hajde pak reklam, po. Që bova te Buçuku që të njohur në pej po edhe ma gjon. Po. Të bënë gati faturën. I përgatitin një Pse po do në mi falenderu atat mishtores, për çka? Po për shërbim të mira do të më falenderu Fiona. Okej, për shërbim të mira. Apo t'japin diçka pi shpisa? Po shërbim të mirë, po. Qa po t'japin pi shpis? Apo t'tojnë pi shpis na isa në gjatë, se bash që shtus që sha dalë me falenderu dikon për shërbim të mirë. Qa Një rëp thot, një rëp mishit thot. Naja Irana, naja Gursa, okej. Nese, okej. Ani në gjatë, falimderit, përshëndesim. Se thash, nese, edhe shtoja ku menu, po s'ka lidhje. Qka? Që ka me pasë dhe që si falenderime. Falenderime që si sponsorizuse, anë s'ka lidhje. Edhe na kena shumë falenderime, kështë që në vazhdim. Brina ka dërgu një foto që falenderojmë shumë edhe se cilin prej juve që po na mbani të informuar me komunikacionin, po na tregon për pjesën poshtë Veternikut në nënkalimi për tek rrethi duplex, po thot 30 minuta 5 metra. E pas ka mod, do me thonë 30 minuta 5 metra. Ti bjen një kërë ka lirist. Edhe po, ka dal të ndryshe kolona qenë ka prej Veternikut lartë. Atje ku mërin, atje i bjen që vishë kemë rritë e shpia deri tek rrethi ambasadës amerikane. Pastaj kolonë është rruga Agim Ramadani për tek udhkryqi i Menzës nga komuna, rruga Tirana për mjë qast rrethi duplex është me kolonë, e për ndryshe po nuk e dia ka dal komuna me posët rrethin duplex prej mëngjesit, që është një, që mi thonë, një fontan. Që po vjen prej ambasadës amerikane uje edhe po mbledhet aty edhe kur ti në rreth ata që janë poshtë rrethit mujnë do më thonë me dalë se këta me vetura krejt një farë fontane a bojnë adin kështë pjavë zhujnë ujnë të nalë autolari gratis do me thonë pas që një të rrethit duplex mo më s'flasim për pjesën poshtë të stacione autobusave që shkojnë aty garant është të mbyllur krejt nuk e di se s'kon kalu tash pritet mu bo pishina parti aty veç me vark për ndryshe nuk i që sharkullan aty fëmit nesër me shupa e leka Jo, për çdo rast më mirë është me lek shpëtimit. Gomat e dorës, a? Po, është mirë edhe këta ekipi kërkim shpëtimit me që nga dishmëri. Privat i kam pos, a? Privat, po, ka vazhdu mësimi. Okej. I kam pos gomat e dorës. Të paktën prej familjarëve, prej miqve, prej kolegëve që kemi domethënë diferencime në shkolla, u njoftum që dikun ka ndërprerje, dikun jo, kështu që nëse drejtoria del me njoftim që duhet më ndërprej mësimin në shkollat publike. Kjo vlen edhe për shkollat private, nuk e di pse ata janë veçu sot, edhe nuk e kanë ndërmarrë të njëjtin hap ose të njëjtën. Çto po më dhamu? Çto është kam dhamu? Hajde se kam ju dhim të atyne. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Asman. Përshëndetje Asman, si kalon? Mirë, faleminderit. Qysh e ke pas ditën sot? Mi thon ditë se te rrugon, prej 6-ve te rrugon. Si shkoj mbrëmja? Po. Hajde tregon për kon e keni falënderim. Zaman tam, po grum. A nuk i thu shpesh falimderit, a? Nuk e tham shpesh, po. Hajde, thuj falimderit për çka po do mi thon falim? Se kum po aksident, nuk më largot. Asnjëherë. Jo. Në të mirë dhe në të keq është aty një farë që e thojnë apo. Faleminderit shumë që na ke thirrë edhe po vjen shumë mirë që ju falenderova. Ton kalofsh mirë minutë gjofshim. Enzaho me super zbritje, mos harroni, ka fillu Black Friday, atje keni zbritje të çmendura deri në 70%. Që ju tregoj, e poshtë dyshekin Doppio ja tash
për vetëm 249 euro, Fion. 249 euro. E keni tavolinë të kafës nëse e dënë që aty afër me ta pru, e ki për 99 euro. Tavolinë e ngrënjes, siç zgjerohet, shtrëngohet, ngushtohet, për 169 euro. Te Enza Home, nëse doni mundeni me i pa dhe përmes rrjeteve sociale, mirë po, ma mirë kish me qenë me shku atje në Çaklavis kilometrin e 6 drejtim Ferizajt, edhe me i pa shumë me testu pak dyshekun. Edhe ma qunë edhe mu një ofertë, më pëlqej shumë, po do më thonë zbritje, me plot kuptimin e fjalës zbritje. Se njerë dishta me të pyet çka i bjen zbritje e çmendur. Po, e çmendur, se e morra, do më thonë, prej para dhe pas, i bike qaj produkti i njëj që ka 50% zbritje. Bravo, Enza. Po flas koleksioneri, jo, si që na ka met, hajde vish të qesum. Jo. Hyni rrjetet sociale, i keni disa prej mobiljeve dhe ishini vetë për çka po flasim. Alo? Përshëndetje. O, përshëndetje, kush na telefonon? Aspedena? Jo spedi. Na ka zonë shiu sa ta bedim. Ja, neve dje ka robor, sa të pëndze dili na knoqi. E u paramendo çfarë ndryshime. Ani që shkesh, bre, kishe që jo atje të bërbe. U dal dilli. Ja, po më dhimni. Besa që po mëdhimni. Jolla po mëdhimin këta të Zvicrës që kanë me lu në shisot, se jo, për neve kur qos është. E i thash që shka më muajt ndi, pse ka do shumë shpesh me pas rreshet më ha, po me qizme të gumës. Shka ka një bashkëprejhet. Mos të thojmë tash. Ne se ju urojmë sukses, se e dim që në teren të tillë është shumë azar, edhe shumë rrezik për lëndime me lujt, po pati qoftë me ta. Fiona, kena me fitu. Nështë as Visrand nuk jenë mësu me lujt në përsi terene, rëdzohon ka pak. Ka me shmu arsetu ata që keni naj par golle si bahiri. Ka mu Abedin, cili është falenderimi jot për sot? Kujna? Falenderimi jam është për sot, jo me këtë program na knash, ju falenderoj shumë, se me gjithë gëzime me ndzi, po presën minutat e ardhshme më Falenderit, Abedin. Për neve është pak e babesueshme kjo çka e thoni shumë shpesh, se nuk e imagjinojmë vetën bash deri në këtë nivel, po gjithsesi e vlerësojmë shumë. Faleminderit shumë, Abedin, e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë. Ju përshëndes. Hajde gjithat mirat, faleminderit. Abedin, pse s'po thirr pi telefonit tënd se shtash pesha? O, gruaja, Nanci ja vjedha gruse. Kishe hajtë se pi thirri këta të marrë qyri mus... Abedin. O, qka den kë? Gruja mur ma shpejt se on. O, thuj jo, bre, thuj ma ka marrë telefonin, më kalon pa të dhe kri puna. Jo. Leta është ku me di qka është puna. Hajde, Abedin, përshëndesim. Ku me di qa o lasdru, Abedini. Faleminderit shumë. Tong. Kalën e mirë. Hajde gjithat mirat. Na shpresum që pak borë po na vjen për Gjermanis, se dje atje 5 gradë ke temperatura, -2 do me thonë ke dje në masdite kur falëm, po ja që na erdhi. Unë besova që qëta ishtë dosh me kanë borë. Jo shi, po nejse. Parë në gjithë këto reshet kishin qenë borë. Po, është tjetër kush që vendosë këto. Ja, besë na kishë në zonë pa përgadit. Pristinaticket.net, u thënë do më thonë borë në shijem, po në drejtim të Gjermanis, Zvicrës, Slovenis, Suedis, Luksemburgut, Parisit, Dhana, Siltas, edhe ato me çmimet më ekonomike. Për juve që e keni destinacion këto vende, mundeni me qysh tani me u fut në tek Pristinaticket.net edhe me bo rezervimin e biletës mund është vetë, më thonë ba pas nevoj mi thjenë telefonë, nëse do në vish mi javë një zonin, atër i keni edhe numrat e telefonit Pristinaticket.net në përjetës sociale. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ferizi nga vështëria, të ndryshe fshati Bukash. Si edhe si kalon? Mirë vëlloj, po na ka marrë ujë zëtni, po më vje shumë keq. Çka jetë të thonë? Pasha zëti pore me më kam pos kisha desh me shumë me qizme, ju ndalë qizme të lastikit. Edhe njerë cili fshat është? Bukash. Fshati Bukash, do më thonë për momentin e ka vërshu ujë, apo? E ka vërshu ujë, në qitë sa kokin të në ku po të las, qysh para 2 muj ditve, me krytar, me kretë na kanë thonë që kur të bëhet 2 muj dit ka mushtru, edhe nuk po dojnë me një për kitë. Hala si unë bëhet 2 muj dit, pret ka dole? Ja. 2 muj dit është ke mund që na kanë thonë para zgjedhje ka mushtru. Po një des para zgjedhje tjera, pe të thujnë 2 muj dit, për që ata po të thëmë adhone, vitsum kuptove. Mire ki me zgjedhje. Po mire kam pra. Qa është? Norë është me honë para 2 mujve ka mushtru e mos mushtru. A je shku nërë në komunë aty të veni mi thonë që se gubon? 4 hera, 5 heri. Bravo të kuf, po më pëlqenë, qështu vazhdo a 5 mja vë. Veç pak, 2 heri më konë të krytari. Po? Se që
te që ky Ferit Idrizi. Po nejse, pa emnas, po më intereson. Edhe kur i kum hin zyre më ka on kësmet nesër ka me dal me ksyr atë ngjarje që është. Ai s'dol. Kur ju mort ne nga veç pa, kur ju mort nesit i kum vjet fëmijët e shtëpia, më kanë thonë ju nuk u dal kurkush. Kur u bë dy, më dëgjon veç pa, kur u bë 2 javë ditë, e kum taku apet në komun. Edhe më ka unë hajde nalt të këqyrëm shka është puna. Kur ju më shku, thash qështu. Tha, bo, a kia unë me hongër fjallët e mija. Thash, nuk e di, a i ke hongër fjallët tua ajo. Neve thash, si të na morë parasysh heq. U dosh mi thonë, unë kum gabu se pas na gabu unë, se ti si jam fjallët e tua. Jo, ju më thaj, a i kum hongër fjallët e mija. E pas ke që ditë njërin. O Ferez, a kemi thonë dikuj na falimderit, kallëzom njerë. Valloj, për qëtë moment falimderit, pos Allah që na ka fol shpirtin, na ka unë ati na mujna me unë edhe juve, që po na merrni ka herë në pyetje. Faleminderit ty që na ke telefonu, po të përshëndesim shumë. Mrena mundësive mi pasi të gazetar miru kom këtu për pohë. Po besoj që drejt për drejt ai nëse ka dash me të një të kani. E tek shyrëm tash Po dhe, që ta po thëmën, nëse ai veç ka dash me të një të kani. Për ndryshe po e shoh që edhe një pjesë arbris këtu poshtë që u boke rruga re, ka mirë me dal me anije, me kajak. Shkrep bëni gati kajakat. Edhe pilshojna do peshqi, edhe po nxojna peshqi. Pesho edhe gjendje në Kurrez, ai Pedin Kurrizi i famshëm. Për momentin aty ku janë lokalet. Jo, tuneli është mirë. Lokalet ku janë se është ardhur prej Kurrizit në Alt Ujë, edhe pas kanë dalë krejt po munduan për me pastru, janë disa video që po mi dërgojnë edhe që po na tregojnë për gjendjen momentale në për disa pjesë, ashtu qysh edhe lypëm prej fillimit të emisionit. Faleminderit shumë që jeni kaq shpejt e të mirë. Dalja e autostradës në Veternik me Kolon, nga Veterniku Kolona vazhdon tutje deri te krethi Duplex, e ngarkuar është rruga Gim Ramadani nga komuna deri te Kutkryqi i Menzës. Çe telefonata tjetër se e kam pak ujë rrugove ashtu me pi. Alo. Alo, përshëndetje. Apo na dëgjon? Boft mirësim. Faleminderit. Nëse nuk po na dëgjon, po e përsëris edhe një herë temën falënderimet që nuk i themi shpesh. Kjo është tema, kjo është pyetja për ditën e sotme, e tash na e dim që kin nuk jemi. Edhe kur ka rreshtet mëdha me intensitet të lartë, qysh edhe jam paralajmëru, edhe qysh ka pas shpesh në për vendet më zhvilluara evropiane, ka pas vështrime, ka pas përmbytje. Por të paktën të kemi ekipe në gjendje gatishmërie, sidomos në për zonat rurale, në për periferi, në për fshatra, ku e dim që ka rrezik shumë më të madh për vërshime. Kisha pas qef që zotriu që na telefonojnë nga fshati Vushtrisë, me u ndje pak më i sigurt kur e din që e ka dikën aty që në rast të ndonjë fatkeqësie larg qoftë me qenë aty për ta dhe për familjen e vet. Alo, përshëndetje. Iko. Mirë, para se me arë telefonata tjetër, IPCO i ka pakot e reja për secilin tip, sidomos ju që jeni me parapagim, keni super pakor, nëse keni nevojë për internet, për minuta shtesë, për SMS, çka do krejtë keni në një pako, e keni tip mini, tip super edhe tip max. Krejt çka duhet me bo është me dërgu një kod, me thirr një kod edhe ka me tu aktivizu pako me njerë. Kjo vlen për gjitha pakot e IPCO-s, kudo që shkon, qoftë në vend, qoftë në rajon, në Evropë, në Amerikë, thjesht me një kod e aktivizon internetin në telefon edhe s'ki me pas nevojë me ble e-sima, me marr aplikacione, me u të llovit aty me internet, veç me një kod e ki internetin në xhep. Alo. Alo. Përshëndetje. Tjetër në pasat. Ti shpi u pështjellët, diçka ja ka nisë mi u pështjellë shumë me para emisionit e patu më abet. Mos Cloudflare është ja u përzi edhe juve për bëgët numrat aty. Anë s'ka lidhje, shumë mirë që po bëni që po diqysh vesh tani syt knej telefonin atje, s'di qysh po ushka shumë. Përderisa është në transmetim një emision me një temë, me një numër telefoni edhe me disa persona që jetu i pa. Çdo ditë. Po. Ose jo. Qysh jo? Nuk e di, domethënë qysh është e mundur me ngatru numrin e telefonit. Nëse. Florem, mos fal ti na i sen. Florem, rreort. Po, mos fal na i sen ti. Se tash më njëherë ka një përgjigje. Toyota, vetura Toyota me 10 vite garancion po ju presin tek Auto Trade në Çaklavic kilometrin se di sa është. Kilometri 7 ai 8 është. Po. Edhe shini aty Auto Trade është domethënë vendi ku mundi me shku me bot test drive me marrë një super ofertë, edhe me u bë me vetur 3 Toyota me 10 vite garancion tek Auto Trade. Çka po mdoket nuk ja huq. Alo. Alo, përshëndetje Fiona. Ja huq njëre. Me emën të fol. Tap. Jo po e thash hajte pështjellit dalun apo të një. Përshëndetje Agim. O, përshëndetje Fiona, jeni mirë. Përshëndetje dhe për ty mirë, jemi faleminderit.
Arsimi aty që është. Mirë edhe kë. Jani, se jeni mirë. Mirë që aty. Agim, qysh është gjendja atje? A keni rreshje, a keni bora, a keni diell? Çka po ndodh me Suedin? Shumë interesant, Fiona, është koha e mirë po ftoft aty. Se ka ftoft Skandinavi. Kështu është me diell, po temperaturat janë tulta, Po tulta, -4 e po prom. -4. Nëse i ftoft i dimri pas karte ju. Po ka filluar. Na halon vjesht. Ashtu koha a ditën o mirë. Po ftoft, po është diell, to ka terë, si s'ka. Agim, tregom, a ki një falënderim special sot për dikon? Po falënderim special ka për një motër, unë i kam 2 motra tjera, po njonën duhet me falënderu ka ajo se unë e di çka bën ajo. Edhe çka mendon. Kisha me falënderu çat motër, ajo në Gjermani, gruaja e Bedinit është. Që t'ja Bedinit që po flet me juve. Që ja ka marrë telefonin, a? Që ja ka marrë telefonin. E çka, po do me falënderu që ja ka marrë telefonin. Ja, jo për telefon, po... Shdosh m'ja marrë krejt! Me krejt, unë kam 2 motra tjera, po të nuk e se ku kja. Po ja, tu s'mja marrë telefonat. E po mire ki, po mire. Me pas ka qëllu. E çka po do me falënderu motrën që e kinë Gjermani kështu ma special? Çka dallon kjo prej motrave tjera? Fiona, aja është në zendje, s'mas me vo për mu. Bën shumë për ty, okej. Po, bën shumë, unë nuk di qa me thonë për para kështu, si mos më jëllnu ato 2 zjerat ma mirë s'peseku gorgjë. Ato t'jellnu me i ki? Balfe, çka po dërë mo? Valloj, të që vi vota, ashtu s'ka është. Okej. Familja është e sajt, familja është e sajt. Është vërtet Agim, po nuk kanë thonë kot 5 gishta e ka dora, as njona nuk është e njëjtë me tjetrën. Kështu që as njerëzit, vëllezrit, motrat nuk janë të njëjtë. Jo, valloj, vërtet është. Kështu që ato kisha me falenderu kështu ka një herë, kur më bjerë në men. Okej, mos të falenderoj, është mirë edhe përmes telefonit, i mesazh më ja dërgu, ose një surprizë më ja bëu. Ju jeni në Evropë, keni mundësi me shku më shpesh, kështu që bënja një surprizë Abedinit në këtë rast. Të këshirëm. Abedinit s'dia motrës po. Jo, ai pe fasot ma shumë. Mire ka osimi se Abedini ai shashtrisët. Abedin, thërë më dhe njerë se i kom nja 2 pyetje. Ja, Abedinit i thash. Atë Agim ditën e mirë. Hajde faleminderit. Natën e mirë, fal. Edhe ju dy kalofshin mirë atë. Faleminderit. Fiona ju dojna shumë. Edhe na juve, faleminderit shumë. Qysh valloj Fiona ju dojna shumë. Qysh mi bjen që kjo? Për shikuesit. Për krejt Fiona ta? Jo, për shikuaj. Naj. Në emër të diasporës po fol. Osnel. Na si throstën të ju, kena respekt të ju. Po kuptova, veç po bëja e gore. Është përfaqësues i shikuesve tonë dhe po thotë që më Snel, tash mos u mundon ti më mbrojt. Jo, po eri Snel, tung kalofsh mirë. Snela. Kjo krajnë, lega, kisha adin, unë... Dhe tash për më tha, normal që jam ajkron. Po normal, për Fionat pa, krejt Fionat, se me paskon kishtë thonë edhe për mideen, edhe për arsimin, edhe për ato tjere. Po nuk tha, nëjse për mideen kësha bu për jashtem. E tani po, mu më kapi një farë, asi... A për arsimin? Për arsimin, moj, s'ka, e pesë dhe nalëm. Ja nisi me rashi, arsimit të shpia. Të shkrihet. Po klimat më të mira, më të qëndrueshme me kursim të energjisë, me inteligjencë artificiale, me super çmim, i keni klimat Midea. Kështu që nëse doni me pas një kondicioner shpe që edhe frynzet, edhe ftoft, edhe ta ma temperaturën shpe, shkoni tek Midea dhe zgjedhni kondicioneret Midea me inteligjencë artificiale me super zbritje. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. O, kush përna përshëndet? Abedini. Abedin. Familjar këna bu. Allah ile atë ka thirë për me orë me nejt. Najher. E merke me të mirë motrën. A qka pat? Kalzëm drejt se motra për vlo e di që thot për një me më dënë që ashtu e kuptoj. Jo, ka dole se largi që ja mur motra telefonin. Afrohëm nga telefonit se s'pëtnina. Në pëtnime telefon të ame. Hajde. Për Agimin, dhe Agimi ka respekt për neve, sidomos për motër vet ekstras. E falenderoj shumë. Pse dënë qatë shumë kitë motrën ato tjera t'ju? Kalzëm so pare borgja ka gjithë. A bedin mos folë se kime ronë kur. Oshte edhe me doshte. So pare borgja ka gjithë, bre kalzëm drejt.
Jo, më çfarë për para s'ka lip kohë. Ja ka e fol, okay, kuptova, mirë, në rregull është, okay. Faleminderit Abedin, përshëndes. Faleminderit shumë, përshëndes, kalofsh mirë. Abedin, mos bjerë në provokime. Jo pak, po s'kam çfarë fol. Desha ne që e kalë shumë motra se motra për vllë, domethënë s'këshyr. Çfarë fundit e gjun. Kur thot bën shumë për mua, i bjen në çdo aspekt, mbështetje financiare, emocionale, shpirtërore, vëllazërore. Se s'pi përmendni unë ato 2000-at. As nuk këto të mjetë. Se s'pi përmend kjo të veta. Hajde une. Po kjo pse s'pi përmend, që pi thoni e mirë. Kom qaf me rujt privat. Qëre ti po, jo se kështë rujës. Besëm që çka do që flasë, nuk e di që së mgojnë, kështu që mojna me fol shlirë që ka dush. Një jam ja di që mgonë, thot qysh. Apo kuptoj? Nëse s'ka lidhje. Alo, përshëndetje. Hajde po marrim edhe një telefonat edhe mandej po shkojna deri në Albi. Kolon, shi, po shkojna. Alo, të vëllëve. Hajde përparim, qysh jem? Shumis. Vjen mirë. Tregom për koni kina e falenderim ti sot, kështu ma të veçantë. Falenderim, po. Shumë. Në lajë, a që ka vërdene me dhe të më bomin. Qysh edhe njëherë? Po të në Allah, a që ka vërdene me dhe të më bomin. Që ka kërësim më bomin të onës. E shkon mirë mu largu pak pi telefonit kur po fol përparim, se dhe po fol shpejt. Na hiç po të kuptojmë as dëgjues, besoj që dhe ma hiç. Kur na me gjithë këto kufjes po të morrin vesh ata. Edhe ma ka dal. Më vesh të më Allah, të më Allah, e që ka vërdene me, të më Allah. Mirë dhe, ajo falënderimi ndaj Zotit, na nuk po e diskutojmë, na po flasim për falënderimin ndaj njerëzve që kanë bo, s'kan bo, diçka. Po dhe në falënderim shumë të më zonas me, se më kanë gjatë për shërë mu. Po bre. Okej, faleminderit shumë për të falenderojnë atë. Ti mirë ekip ose çashto. Faleminderit shumë. Qëro ne falenderoj Albi Mollën që na i ka pru krejt brendët këtu, që do që, në vetërnik nalt. Do më thonë, s'po ki nevoj më musile, me shku atje, ble atje, përësit e thuj dojes, a i doja këshyra me tablia, mus me tablia se a mi e parët. A din, që tu e ka posë, s'ka pritu me dol me ble. Po, do më thonë, sot i kena në Albi, edhe kur t'na lyp doja, diçka i shojna. Hajde po shkojna me Fiona, po këshyru, qa katri. Jemi rikthyer dhe po vazhdojmë, po presim informatat e juaja në 049978 për ndryshe po presim me na tregu për pjesë më të ngarkuara se ku i kemi, ndërsa për juve që doni derivatet më të cilësore që bojnë më shumë kilometra, duni me shku tek Petrol Kompani, tek secila pikë e Petrol Kompani si keni derivatet më të mira më të cilësore, edhe përveç asaj ne keni edhe bjepi restoranin që mundeni mundal, plus mu bo pjesë e lojës shpërblyese për çdo rimbushje të makinës me derivate vlerë më shumë se 10 euro, merrni kupon 22 kupona, edhe në lojë keni një vetur përveç problemeve tjera tek Petrol Kompani. Sa i përket komunikacionit, nga informatat që kanë arrit na tregojnë për pjesën e vetërnikut nga Albi Moll, lart. Kolona vazhdon tutje edhe për te krethi me flamor edhe në kalimit të rrethit duplex, e ngarkuar është pjesa qasja për te krethi ambasadës nga fshati Shkabaj, kolon ka dhe rruga Tirana edhe në drejtim për te krethi prapa stadiumit dhe ana Sjelltas. Këtu janë dhe informatat e radhës që kemi pranuar 049978 Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Keti nga Vështrëja. Si kalon? Mirë, faleminderit. Mirë. Vete. O Fion, ku çfarë Fion është? Mos e di me kështu se pi bën do foto tani. Juftoj në storyen time me pa një foto që e postova. Hente Fiona kështu çka ka bë. Hajde tregom për kanë keni faleminderit. Faleminderit Fion që po. S'ka përse. Çe ci tam foto. Keti. Oj, Keti, këtu do kem. Kështu storyen. Mos e më njëra se ka dalë se ku e rrin çaty s'di sa. S'do të nasim. Padel Berisha. Hajde çe tjetrën. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Ti e pa të radhës. Arsimi. Cili arsim? Që qaj gjeki që ti përpora. Shoqi Agimit. Shoqi Agimit mollve. A vetëm? Jo, se di ti a vetëm. Jo, ti dini dy herë ka thirrë. Ti do vjoni to. Toj me po një historie të arsimit. A e bën e ripost? Po. Bravo. Hajde tregona një falënderim që nuk e ke thonë shpesh. Po ju dyve. Se?
Se jeni më të mirit. Po na jena për vete? Ja jeni edhe për mu, se për ju këshiri dhe juve. O, ta një fshat mirë. Pak shaka. Jo. E di, e shakoti i di, se edhe ku t'ja baj dikuj shakoj, kam qep mi pranue. Faleminderit shumë. Po çka kështë dasht me na falenderu? Përveç që të pëlqen emision. Arsimi e din, s'ka flas. Po unë po të pës, si të fol me arsimin? Po çdo tema të mrekullueshme, ç'më thon të kënaqshme, çdo se çka i çitni këtë në rregull, ojna shkon për çefin neve dhe na hub kohën. Do me thonë na jena këtu për me hub koha? Jo, për neve me na hub kohën, neve me na hub, jo ty. Juve, jo, neve me na kaluë mu kënaq me ju. Faleminderit shumë, faleminderit. Edhe fëmija po ndëgjojnë apëton gjithë po folim shqip. Po vjen mirë shumë që e gjeni emisionin tonë relaksues, se të paktën kjo ka qenë edhe ideja që përveç komunikacionit, informacioneve të komunikacionit, edhe me u kënaq bashk, me fol për tema ndryshme. Edhe juve. Faleminderit shumë për qafi prej larg. Ju përshëndesi. Ju për qafi edhe unë të dy. Po, jo, seriozisht është përgjithësi e madhe edhe na e vlerësojnë ashtu se na kjo po bjerë me na qelë derën në shtëpisë, se cilët aty. A den? Jo s'ki nevojë, mos u prek. Edhe është super kënaqësi edhe përgjithësi për neve. Edhe me ndoni falënderim që e ki, me ndo për emision, është po për neve shumë e madhe. Në mesin e shumë njerëzve, familjes, shoqërisë që e meritojnë kanë falënderim. Okej, Swiss Diamond Hotel Prishtina, faleminderit që ardhën në zemër të Prishtinës, faleminderit që na i ke sjellë spat më të mira, dhe faleminderit që ke pru dhe Japanese Head Spa, e faleminderit që nëse provova alo, Fiona po, e për ndryshe ju që doni mi thonë faleminderit për organizim, për shërbim, për me u kënaqë në ato sallat e mrekullueshme, rezervoni për çfarëdo eventi që keni, edhe keni me dalë të thonë faleminderit. Edhe që na keni zbukuru sheshin. Plus. 038 220000 është numri i telefonit, ose mundeni tek Swiss Diamond Hotel Prishtina nëpërmes rrjeteve sociale. Po keshi se shumë e kujdesi thojnë këto zero, se gjithë njëja hekim, njëja shtojmë. Po ta dini që 6 numra du të më konkret. 32000000 sot dusha çaty nalët. Alo. Mirë mbrëma, kush na ka telefonu? Selvia nga Zvicra. Selvia, si kalon? Shumë mirë me emisionin e juaj, shumë mirë. A është dilla, shia tjetë e ju, a qysh është koha? Vallai, ja dilli të na është, dilli. Dilli, okej. Kur para dite, Ja, të në mirë. Sa orë jeni për para ju? Për masa? Në qëtashtë edhe jo të arre kene? Jo, na po. Qaq larg jeni atë shku Evropës, edhe na i ditë kene me na thirë 6 orë ma vonë. 6 orë duke resë, po plus 6 emisionit. Vesh për ta qesin në pasor na i konë. Ajde, uaj Selvije, tregona se përkon ekipo. Kyço, falenderimi që nuk e thu shpesh. Përkon shkon. Falenderimi që nuk e tham shpesh, kam një djalin e dajës, i Lirin, që shumë me falenderoj, edhe e dis Aliaj që shumë janë kujdes për mua për shëndetin tim. Okej. Fala Sejdës. Faleminderit. Ton kalofsh mirë dhe ti fala Fionës. Ton kalofsh mirë. Ton. Qysh me një Sejda tash. Ja kum nismër me njoft njerëz. Qysh po arrit. Që ke njoft. Po unë jam ajo që s'njoft. Jo, kjo qysh e njoft as e di qysh u merr. Jo, Florenc çka po thuti? Nëse. E ka përmend që Sejdën, po për momentin memoria është. Po burri. Okej. Alo. Alo, përshëndetje. Alo. Okej. Sidomos telefonus të rregull që na thirrin edhe nuk i respektojnë rregullat. Ja, çto nuk bën kështu. Çto mos po nart. Atë mbylli. Jo, mirë është. Pse po nart ja? Jo, veç ti. Jo, mirë, më në çfarë telefonat patjetër. Me qeli gypa. Ti ke tonë. Alo. Çu bën kom një herë. Në centrifugin e më mështi. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Fatmir i Kashtaniut. Qysh je Fatmir? Mirë, faleminderit. Qysh është vendi? A keni pas rreshe shumë edhe ju? A ka ndodhur ndonjë? Kena pas vallaj të fqenjve këtu ju këshina për shtëpia të unë alo s'ka hinjve që doros. Ani mos ja shel derën. Ja, le mos e përmend, larg qoftë. Fatmir, këne kishe falenderu sot? Falenderimi i pari shkon për Robert Bujen, i dyti vjen të ju, sa ju në radhë i pari. Po desa e ka emisionin ma herët, e qa ka lidhje? Po ka lidhje, thonë ata për në gjej mëngjes ju e mazite. E kum gusa diçka nervoz diçka. Rob, kushta ka prish, Rob? Rob.
Që ishe nervozu. E dyti falenderim, shkon për djalin e Hallës, Halit Gashi, ka të bupore me më maru shpinë, tonë në Rakaj. Që kjo ke falenderim? Kjo është falenderim, mos e merituar. Lej Robin, lena neve, na hiç do me thonë nuk kena vend në këtë pako. Për këtë the djalin e Hallës, a? Po, Halit Gashi, edhe organizatori kryesor është Hoxha Fidain Fazliu, që është një punëtor i pandalshëm, i palodhshëm, gjithë kohën është në për teren të vizitu njerëzit. A ka qenë edhe ai pjesë e grupit që të kanë mbështet financiarisht për ndërtimin e shtëpisë? Ose për mbledhjen e fondeve? Okej, ai me djalin e Hallës. Po vjen mirë, jam shumë e lumtur edhe jam shumë e gëzuar kur ni që ende kemi njerëz të tillë, edhe pse shohim fatmirësisht rastet shumëta që njerëz kanë zemër të hapur dhe hapin zemrën për ata në nevojë, kështu që faleminderit që na tregove. Gjithat mirat ju rëmë në qëmarë. Që po të përshëndetësimi me një këngë speciale. Hade ju qeni në përvetura, vish pak gjomin qenin ja 4 gisht. Vish so me hishi ju pak rana. Ani kur shpejt, kur po je, kur po aj pionës tjetër, kur po ta bje. Po të me qilë pak, ne kështë me qilë qotë. So mirë. Problemi është kur të finim rena, tani prej jashtë. Të ta morë kjerrin kështu. Kolon nga Vetërniku Lart, kolon e gjatë po shihet deri tek rrethi i ambasadës amerikane, pastaj kolon është edhe kolon është edhe hyrja në Prishtinë. Që tash nalini. Nga Lagrishti atutje. Që tu lene masqel. Deri tek udhkryqi i katedralës, kolon e keni edhe në rrugën Agim Ramadani deri tek udhkryqi i Menzës. Tu janë dhe informatat e radhës. Në 049978 kur zosi shboq kjo afrimi me orë një të qëtu në emision edhe vish me knu na me nejt, a i lidh knun na i morëm telefonatat nejse na me këcy, më falë se gabova më falë se të shkëm vetë është interesant një kratë që është libri alo, përshëndetje alo, përshëndetje kush na përshëndet? Gjyshe Aje hajde Gjyshe Aje, si kalon? Se mirë të ju ndëgju juve të ju shiku po më vjen shumë mirë Gjyshe a je në emision po live jena fatos tregom Gjyshe për kënë e kini falenderim e kam një falenderim sonte në qofë se ekipi i Dardanëve sonte fiton me Zvicrën në fushën e Vokrit po edhe kam falenderim shumë të mirë qofë se fiton, shpresojmë e nëse s'fiton? Nëse s'fiton është gënije në pak edhe ju falenderoj ju dëve sidomos ty Arsem e ki një falenderem të veçantë. Shumë falenderit Gjyshe. E vlerësoj shumë. Jo, s'ka lidhje, po që do të falenderimi i ekipit, do më thonë, unë mendoj që po, na do të me falenderu edhe kur të hupin, me i përkra edhe kur të hupin, edhe kur nuk mujnë me fitu për ndryshe, ata e kanë kry punën e vetë. Me kritiku është tjetër qka, me analizu lojën. Me kritik lezetshme bon, atin me analizu dhe bashkë që të kanë ere, i kritikojnë e lëquna, a më me falenderu të njetën. Faleminderit se cilit prej tyne, prej ati, do më thonë që është në staf të dera e deri të trenere. Sidomos lojve të fundit. Po, mani se, ka du të mi falenderu gjë. Hop një herë u shpras kjo stadiumi, kështë që më nuk pan me ardhë, adin. Unë e vi që atër gjelesha bilet, a kështu kur s'po me gjetë, interesant. A me gjetë bileta me shku me pa Juventusin për shambull, të partë kishim shku. Shishja, mara më zbaj, gore. Partë kishim shku, hopën fitun, na, vish me i pa live një herë, mjafton. Adin se kishe këta jënë, jo, s'është ashtu, që telefonata tjetër. Alo. Së unë nërvozoj arsime. Alo. O, Baci Islam, pjësir të vëlloj. O, Baci Islam, je i fundit për sot. Vala e ndrejt e kësha shti edhe këton në serialin. Po të kalzoj. Kësha shti në serial. Super rol kështë e bas. Po, hajde. O, ti mësine në si e sonde, hej. Sebre qka bona, une. Që sot 0-0-0. Ata salat e thaj nis. Qka është kjo? Kështë të ashtu? Nis. Lyje pak se po fishlën, nic. Qka është problem? Nis. Jes me kuptojna. Po qka kush thot nic? Po sloven, jo nis. Ata në sloven kanë thonë 0, kanë po gjuat 0. E qa të thutash Baci Islam, me ndruar në atë thonë nis, po. Edhe këta tash në qështu a? 038 22 nic. Po. Okej. Më falë, nesër. Jo s'po nisët. Hajtë thuja, po fitojmë?
Jo. Valla me më zotit po. Hajtaj thuj apo fitojmë, ti thuj apo fitojmë. Po. Ti thuje. Ekipit Kosovës thuj sot apo fitojmë. Ti thuj apo fitojmë me zemër thuje. Pa fitore. Ja, se the mirë. Ja, me zemër pa. Vërtet pak. Hajde, ma me zemër. Po. Nic. Hajde të përshëndesim. Je i mrekullueshëm. Vacislam Tung, faleminderit. Me një qofë po Hajde tung. Kolon është, ku është Kolona? Shpendim ka dërgu foto, thot rruga C edhe B. Dhe aty ai rrethi që vazhdon tutje poshtë me shku. Po, është me kolon gjatë që vjen nga Fakulteti Teknik me vazhdu tutje. Faleminderit shumë shpend për informatat që na ke sjell. Me maru mas pori rrugën B tani C, aja kërka heq. Aja vjen për fund aja. Edhe alfabetin kur ta mëson ç'do ta mësojnë, shonjën J I M A tani ç'do po. Mos harroni me bo ato që faleminderit shumë Pililli diçka, dashta shiu që më ka log. Mos harroni me bo ato që doni me bo gjithmonë me jap shumë dashni unë Fiona jena këtu deri në orën 18. Po. Vazhdoni që ndroni me Glam Radion edhe një orë na bashk me pjesën e dytë të emisionit ku edhe kena me lezu përgjigjet e juja, kështu që siguroni me na dëgju qoftë përmes portalit nëse është u bo, ose edhe përmes aplikacionit e merrni në iOS ose në Android. Tung.